Sot ka pasur një takim të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Proda, me drejtuesit e tjerë të policisë. Është zhvilluar ky takim në fokus të mbarvajtjes së procesit zgjedhor dhe të sigurisë të vendit, besoj. Në fakt janë 3 sfida të mëdha që presin në vetëm pak ditë policinë e shtetit në ditët në vijim. Bëhet fjalë për aktivitetin sportiv të Giro d'Italia që nisë në datën 9 maj për të vijuar me zgjedhjet e 11 majit dhe vetëm pak ditë më pas edhe samiti pra që pritet të zhvillohet në kryeqytet duke pritur një numër të konsiderueshëm të liderëve të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Proda, ka thirrur në zyrën e tij në një takim të gjatë drejtuesit e të gjitha qarqeve në vend, drejtuesit e departamenteve dhe po ashtu edhe drejtuesit e policive kufitare. Ka kërkuar që të ketë fokus të qartë, jo vetëm tek këto aktivitete, por në tërësi edhe tek rendi dhe siguria në vend, duke pasur parasysh se janë 3 momente kyçe që do të zhvillohen përgjatë muajit maj. Zoti Proda ka kërkuar përmbajtje nga ana e strukturave të policisë, sidomos për sa i përket zgjedhjeve, duke pasur parasysh edhe incidentet pra që kanë ndodhur më herët për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në tërësi të zgjedhjeve, duke respektuar edhe kodin zgjedhor, duke qëndruar u ka kërkuar efektive policisë në distancë pra nga partitë politike dhe po ashtu edhe për të punuar me inteligjencë policore për të parandaluar në mënyrë konkrete pra rastet e krimeve zgjedhore, të paktën deri në datën 10, siç e parashikon kodi zgjedhor, pasi më pas janë dita e zgjedhjeve, ku shqiptarët do të drejtohen edhe kutive. Sigurisht që 3 aktivitetet pra që do të organizohen përgjatë këtij mes muajit, nëse mund ta themi në këtë formë, janë të një përmase të madhe, çfarë është një sfidë jo e vogël për policinë e shtetit, për të mos thënë që është era e parë që përballet me 3 aktivitete të mëdha që kërkojnë angazhim të lartë të efektivëve të policisë në të njëjtën kohë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Sigurisht që ky është një test tjetër që e ka për detyrë ta kalojë policia e shtetit dhe pritet të shihet nëse do të kalojë gjithçka edhe me shpresën pa incidente dhe që gjithçka do të shkojë mirë. Përpos zgjedhjeve që padyshim që është policia e shtetit në ditën e zgjedhjeve mbarvajtje që edhe e rendit e sigurisë, do të ketë ndihmë për shembull në eventin e rëndësishëm që për herë të parë zhvillohet në Shqipëri, ajo e Giro Italias, por dhe në takimin ku pritet të mbrihen dhe të gjithë liderët evropian? Përsa i përket Giro d'Italia, një ditë më parë, ne kemi sqaruar edhe me drejtorin e policisë rrugore, zotin Qato. Ai është shprehur se janë rreth 3500 forca policie të cilat janë të angazhuara pra në total në 3 ditët e aktivitetit dhe gjithçka i është besuar autoriteteve të sigurisë në vendin tonë. Pra do të jetë policia e shtetit e cila do ta menaxhojë në mënyrë të plotë gjithë aktivitetin. Ndërkohë, sigurisht në ardhjen e liderëve europian, pra disa ditë pas zgjedhjeve në kryeqytet për samitin, patjetër që do të ketë një grup të vogël organesh të sigurisë të vendeve pra që sjellin kryesisht presidentët apo kryeministrat e tyre në vendin tonë, por që patjetër do të kenë një ndikim shumë të vogël pasi policia e shtetit do të kujdeset në tërësi për eskortimin e plotë të gjithë figurave politike pra europiane që nga kufiri, përfshirë këtu e vetëm kufirin toksor, por edhe aeroportin ndërkombëtar të Rinasit drejt vendeve ku do të zhvillohet aktiviteti kryesisht në sheshin Skënderbej. Pra, në tërësi e gjithë aktivitetet pra që do të zhvillohen do të jenë detyrë e policisë së shtetit, por që patjetër e ndihmuar pra edhe nga organizata të tjera brenda vendit, organet sigurisë, bashkëpunime dhe sidomos me informacione të detajuara nga ana e shërbimit informativ të shtetit për të shmangur çfarë do të incidenti të mundshëm në të gjitha aktivitetet pra që do të zhvillohen. Përfshirë këtu edhe ato të ditës së zgjedhjeve që shihen si patjetër mjaft të rëndësishme për të zbatuar në mënyrë të plotë kodin zgjedhor, por në fund ditës edhe për të respektuar të drejtën e votës për gjithë secilin prej shqiptarëve që ka vullnetin për të votuar pas disa ditësh. Faleminderit Sokol Dema për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë